Dhe prej dhjetorit të 2019 deri sot, pavarësisht kalojnë 6 vite. Më besoni, janë bërë letër porosi në të gjithë vendet ku Bashkimit Evropian po e po. Në SBA po e po, në Angli po e po. janë bërë. Të gjitha. Në Angli po e po, në Kanada po e po, në Qipro pra ku mendohet, në të gjitha vendet që mendohet, që Zoti Meta mund të kishte pasuri. Edhe nga akuzat që janë bërë. Dhe akuzat që janë bërë. Dhe më besoni, është zero. Pra në planetin Tok, ai individi nuk ka pasuri. Të vetme pasuri që kanë kapur, është 1/4 e banesës që ka me baban, me motrën që janë bashkëpronar, tek pazari, mos gaboj pazari i ri. Kjo është pasuria. Është pastaj banesa e përbashkët që ka me që diskutohet me zonjën Kremadi, me fëmijët e kështu me radhë. Po mos harrojmë edhe diçka tjetër. Që nëse do t'i bënim një analizë financiare, mos harrojmë që Zoti Meta ka 30 vite deputet, ka qenë në 92-shin.